Takimin e kryeministrit Edi Rama me deputetët e rinj të Partisë Socialiste dhe kandidatët në zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha e krahason me takimet që zhvillon te diktatori Enver Hoxha me anëtarët e Partisë së Punës. Nga selia blu, lideri i opozitës ponë se përmendja e SPAK nga Rama disa herë në fjalimin e tij është një kërcënim i hapur për të gjithë deputetët e mazhorancës. Edi Rama u tha shqiptarëve se kërbaçi i tij është SPAK-u. Ja ku e keni SPAK-un. Që është në duart e mia. Duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Ai SPAK-un nuk ja u tregoi vetëm atyre, po ja u tregoi patronëve të tyre të vërtet, që i nxorën deputet në lista. Raportin para prak të OSB-u dir për zgjedhjet e konsideron si një pasqyrë të denoncimeve të opozitës për atë që quhen farsë elektorale, por akuzon kreun e qeverisë se përmes korrupsionit po ndërhyjnë për të ndryshuar raportin final. Shpreh bindjen dhe besimin tim se raporti i komunitetit ndërkombëtar kundër të cilit Edi Rama po paguan shuma të jashtëzakonshme për ta ndryshuar. Telefonatat pafundme, por nuk do t'ja arrijë. Pasi përsëriti qëndrimin e tij se nuk do të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike, pasi siç pohon zgjedhjet nuk ishin të lira por një farsë, mbrojti edhe nderin e strategut të fushatës, Amerikanit Chris Lasivita, duke mos i vënë faj për rezultatet e 11 majit. Unë besoj se ai drejtoi fushatën më të suksesshme në histori. Dhe ai solli ekspertizën e tij, solli vlerësimet e tij, udhëzimet, sigurisht që janë marrë parasysh plotësisht. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon qartë se farsa elektorale, atë që kam theksuar, farsa elektorale nuk fitohet kurrë nga opozita. Edhe në këtë konferencë përsëritet kërkesën për qeveri teknike dhe përsëritje të zgjedhjeve, po pa Edi Ramën në krye të qeverisë.